një fuqi atomike dhe unë mendoj që goditjet që janë bërë në centralet bërthamore nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta ndaluar programin e tyre dhe mendoj që ata do të vazhdojnë edhe me tutje më me agresivitet dhe më me metoda më të shpejtuara për t'u bërë, domethënë, dhe për t'u shfaqur para botës si fuqi bërthamore. Vetëm një kombinim i brendshëm dhe i jashtëm, një fuqi ushtarak, një kryengritje e brendshme popullore, me ndërhyrje të jashtme, por pastaj edhe me trupa toksor, mund të vinte deri të një ndalim i programit, sepse atëherë do të çmontoheshin ose do të goditeshin vërtet objektivat bërthamore e jo ashtu sikur na u tha, domethënë që me atë bombardimin që i bën SBA bashkë me Izraelin, domethënë që u arrit rezultati. Sepse po të arritej atëherë rezultati, çfarë kuptimi ka që të sulmohet sot? Ose në qoftë se është arritur ai rezultat dhe centralet bërthamore janë goditur, është pamundsuar pasurimi i metejshëm i uraniumit, atëherë ka objektiva tjera ose ka interesa tjera të cilat mund të jenë nafta dhe mund të jenë, domethënë, ndrimi i pozicionit gjeopolitik të Iranit. Por propaganda ose fjalën që e shohim në publik është e lidhur drejt për drejt me goditjen bërthamore. Ju kujtojmë që këto përsëriten kohë pas kohe, ka ndodhur edhe një luftë e tmerrshme me Irakun, ku SBA pati goditur Irakun me objektiv për të ndaluar, domethënë, armët e shkatrimit masiv dhe armët atomike, dhe pasi ndodhi e gjithë përplasja dhe u krye invazioni në Irak, ishin vetë forcat amerikane të cilat deklaruan që nuk gjetën as armë dhe as programe të cilat ishin, domethënë, duke u avancuar drejt armë bërthamore. Pra unë mendoj që këto janë pretekste për interesa më të larta dhe në shtyrin tim pozicioni gjeopolitik i Iranit është problem dhe e dyta konkurenca e tij ushtarake me Izraelin është problem dhe këto të dyja, domethënë, tentohen të nivelizohen. Korap, nga ana tjetër, sa i përket të historisë së Irakut dhe Libisë, ka treguar se rrëzimi i regjimit nuk garanton stabilitet. Ekziston sot një plan realist ndërkombëtar pra për ditën pas në rast të shembjes së regjimit iranian? Edhe ky regjim i cili është ngritur me ndihmën e perëndimorëve. Ju kujtojmë që në Iran ka qenë Riza Pahlavi, ka qenë shahu i fundit iranian, një pushtet, një monarki mjaft të moderuar, më thonë një shtet laik i cili i stilit perëndimor, i cili e ka respektuar deri dikun besimin fetar të qytetarëve të saj, të vet, por ka qenë një model i cili ishte larg modelit të cilin e ndërtuan, domethënë, ajetullahët dhe klika e tyre në Iran. Dhe tani, domethënë, kërkesa për të ndëruar regjimin është përsëri një kërkesë që vjen nga perëndimi më tepër se sa nga populli iranian brenda. Dhe këtu është ajo problematika të cila po shfaqet, domethënë, kohë pas kohe, që janë fuqitë e jashtme, ato të cilat po duan të kontrollojnë shoqëritë dhe në momentin kur ata që dikur i kanë ndihmuar nuk janë më në linjën e tyre, nuk ju shërbejnë ose kanë dalur dorësh, atëherë kërkohen operacionet e tjera. E kemi parë, domethënë, në atë valën e protestave që u nxit në Iran, ku djali i Pavlavit, domethënë, u paraqit nga bota perëndimore me kërkesë dhe i bënte thirrje publikut iranian që të ngriteshin kundër regjimit sepse ai pretendonte të kthehej në pushtet. Problemi që shkaktohet kur ka përmbysje të pushteteve është problem shumë i madh, sepse aty shkërmoqen të gjitha hallkat e shtetit dhe shoqëria bie në një kaos. Në momente kur shoqëritë bien në kaos, nuk funksionon asgjë, atëherë domethënë kemi shfaqje nga më të çuditshmet, organizime nga më të çuditshmet dhe ka prirje, domethënë, që të kemi me grupe të dhunshme, interesa të ngushta, klane të cilat luftojnë me njëra tjetrën dhe Libia, Iraku vetëse janë tregues kryesor të kësaj.
Shtojmë edhe Sirinë, që edhe Siria pas regjimit të Asadit, do të thonë nuk është stabilizuar ende, ka jashtëzakonisht probleme të shumta, edhe pse është një fuqi shumë e madhe si Turqia, e cila po e ndihmon në mënyrë sistematike stabilitetin dhe stabilizimin e Sirisë. Pra, në qoftë se do të ndodhte kjo, nuk do të kemi qetësi më të madhe, por mendoj që do të ketë një katrahur edhe më të theksuar në lindjen e mesme. E qartë, Korab, nga ana tjetër, një përshkallëzim ndoshta mund të prekte drejt për drejt këtu edhe ngushticën e Hormuzit. Sa i cënueshëm është realisht trafiku global i energjisë nëse Irani vendos ta destabilizojë këtë korridor strategjik? Unë mendoj që Irani të vetmin aset në këtë përballje ka ngushticën e Hormuzit. Sa i përket teknologjisë ajrore, iranianët janë larg nga avionet amerikanë dhe izraelit. Po ashtu dhe radarët iranianë nuk janë të teknologjisë së fundit, kështu që betejë ajrore, domethënë po të zhvillohet një betejë ajrore, iranianët mendoj që do ta humnin me një shpejtësi të madhe, vetëm në qoftë se në kohën pas luftës 12 ditore kanë marrë teknologji të reja nga Kina ose Rusia, të cilat ende nuk janë provuar, nuk dihen. Disa teknologji nga Kina janë provuar në luftën të cilën e bëri India me Pakistanin dhe ishin të afta të godasin avionët indian mbi 300 deri në 500 km thellësi në territorin e Indisë. Pra pakistanezët që në gjendje të godisnin avionët Rafale, të cilët i pati India, në momentin kur ata u nisën nga bazat të tyre ajrore për ta sulmuar Pakistanin. Pra ishte një teknologji kineze për të cilën nuk e dinte askush, ose e ka ditur dikush që Pakistani ka, por të paktën ne publiku nuk e kemi ditur. Dhe në këtë kuptim një sulm ose një përballje ajrore mund të vijë në shprehje vetëm në qoftë se pas luftës 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit do të kishin ardhur domethënë to teknologji qoftë nga Kina ose nga Rusia. Por sa i përket aspektit tjetër, ngushtica e Hormuzit është ngushtica e vetme në të cilën Irani ka një pavarësi të plotë, të themi operacionale, sepse është vërtet ngushticë në një dhe një pjesë e madhe e raketave, madje raketave kundër ajrore, por edhe raketave të cilat janë të bëra kundër anijeve, janë të stacionuar domethënë për gjirit të Hormuzit, përmes ngushticës së Hormuzit. Pra, unë mendoj që betejë kryesore do të jetë aty, sepse ajo përmes asaj ngushtice kalohet diku të 35 nga njëherë deri në 45% e naftës botërore. Pra është në një pozicion jashtëzakonisht strategjik në të cilin e kanë iranianët. Edhe unë mendoj, mendimi im personal është që lufta më tepër bëhet për shkak të kësaj fuqie që ka Irani në ngushticën e Hormuzit dhe jo edhe aq për programin bërthamor, sepse ai është më i menaxhueshëm dhe vetë fakti që programi bërthamor asnjë shtet nuk është në gjendje ta bëjë vetë i pavarur pa ndihmuar të tjerë, i bie që Organizata e Energjisë Atomike ka qasje dhe ka informacion se në çfarë shkallë domethënë shteti që synon të bëjë këto ka arritur. Pra është një teknologji të cilën askush nuk mund ta mbajë të fshehur nga Organizatat e Energjisë Atomike, prandaj unë mendoj që këto të dyja janë më të rrezikshme, më të problemi kryesor, domethënë nafta e cila kalon aty dhe konkurenca me raketa me Izraelin, po jo karshillëku ndaj SBA-s ose fuqia e Iranit për të sfiduar SBA-n. Ata duan, domethënë në kërkesat që i janë vënë Iranit, ata duan që të ndalohet edhe programi i raketave. Program në të cilin iranianët nuk duan të heqin dorë dhe unë mendoj që është baza kryesore kur pas 2 ditësh mund të kemi një sulm nga amerikano-izraelitët ndaj Iranit, sepse kushti për të hequr dorë nga prodhimi i mëtejshëm i raketave është një kusht i cili e prek sigurinë kombëtare të Iranit dhe është i papranueshëm për Iranin dhe është një nga kushtet që do të përdoret si pretekst për të dhënë goditjet e para, të cilat mendoj që mund të jenë pa dy ditësh.
E qartë. Korab, nga ana tjetër, mendon se do të vepronte Izraeli në mënyrë të pavarur ushtarakisht edhe nëse SBA-ja do të kufizohej në një operacion të kontrolluar? Izraeli nuk mund të bëjë asgjë me asnjëra nga shtetet aty pa ndihmën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe e përsëris jo pa ndihmën e SBA-ve, por pa ndihmën e pakushtuar të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kjo ndihmë është dhënë atyre që nga themelimi i shtetit dhe deri në momentin e fundit. Është ndihmuar në luftën 6 ditore, është ndihmuar në luftën e Yom Kipurit, është ndihmuar me teknologji në secilin rast dhe tani domethënë Izraeli posedon avionet e fundit F-35 që janë fjala e fundit e teknologjisë amerikane. Pa dashur ta nënçmojmë ose të minimizojmë edhe teknologjinë izraelite dhe përpjekjet e tyre, zbulimet e tyre që i kanë bërë, por e gjitha kjo për mendimin tim është ndihmës tipike tepër e madhe e fuqishme dhe e pakushtuar e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Një përballje Iran-Izrael pa SBA-n, unë mendoj që do të ishte çështje ditësh që Irani do të triumfonte me një triumf të plot, qoftë në tokë, qoftë në det, qoftë edhe duke e kaluar shtetet siç janë tashmë Siria ose të tjera për të ardhur edhe me trupa në Izrael. Pra është një përballje të cilën Izraeli nuk mund ta bëjë i vetmuar. Për këtë arsye politika 30 vjeçare e Netanyahut ka qenë kjo që gjithmonë të përfshin edhe SBA-n. E them politika e Netanyahut sepse ka shkrime qysh në vitin 86-7 ka shkrime në gazetat e kohës në vitin 1990 e tutje dhe gjithmonë ka